Akuzat të ashpra në drejtim të kryebashkiakut Lorenz Luka janë drejtuar gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak të kësaj të njëjte nga këshilltari Erogen Vaso. Fillimisht ai kërkoi shpjegime për zmadhimin e kapitalit të klubit Vllaznia, e më pas akuzoi për keq menaxhim të ardhurave nga kjo njësi vendore. Paga lojtarësh muajin shtator. Domethënë që lojtarët pas kanë marrë vetëm një rrogë. A mund na tregoni pak se prapse binjat administratori këtu vjen me kërku lekë edhe nuk vjen administratori këtu. Ku janë ato 150 milion lekë vjetra që u kaluan verë? Na tregojnë pak se doni prap me kalu lek, edhe ndërkohë që 150 milion lek kanë fluturu. Ku janë? Na tregoni ku janë të lek. Dhe i uroj Vllaznis nga zemra se u desh më nërmarë kjo reform që u marrë nga ne dhe jo nga kryetari i bashkisë, se kryetari i bashkisë i toleroj për me vjell haptas, se 1,5 miliard lek nuk dihet se ku kanë shku, edhe plus Vllaznia u lanë borxhe, përveç 150 milion që për këtë vit ka reklama dhe drejta televizive që janë nuk dihet ku janë. Prandaj administratori që bjen kërkesa për me kërku lek prap, t'japin llogari herë ku kanë shku këto lek. Me si lozin ato lojtarë unë se kuptoj. Edhe qa jep rrogë vetit këtë administratori, thot tetor në orë thot rroga administratet. Jepi lojtarëve herë rrogat, pastaj jepi ja vetit. Bani si keni qef. Vazhdoni me vjallë si keni qef. Nuk jepni asnjë lloj informacionit, asnjë këshilltarit këtu. Dhe thoni mësaj pse flasin. Po qa me bana? Ju doni me votuna, po s'doni me tregu se ku i qoni ata lek. Kena provincialsin. Tash sa mbledhje, u ba i vit si kërkujmë informacion që u kena kryetarin e bordit aty, që nuk flet hiç provincialsin kanalizimet, që kryetari i bashkisë Demek i rregulloi rrugët e Shkodrës, po është i lënë në fund mandatit tan kanalet hapuna, tan arna, edhe thot kena investuar në Shkodër. Janë vjel $6 milionë këtë vit, taksa, bashkia. Ku janë këta lek? Investimet zero janë. Vetëm abuzime. Një kanal 3 vjet. Mbardh, se kryetar është fjallë Rama me thonë, se s'ke dit me drejtu tash 4 vjet më bajnë asim ledhje. Ke shke ligjet si ke mujt, si ke dasht. Unë do t'i propozoj këti këshill shkarkimin tam. Po këtë të bajtim ledhje tjetër, se sot s'kena, se është fund vitit. Qysh para një mujt e pak se e ka marrë në drejtim bordi klubin Vllaznia, na kena bërë disa takime. Edhe çdo shpenzim si është miratu prej Këshillit të Bashkisë, i kanë të detajume në çdo kohë, me ditë për pjesën që është në atë moment. Por përballë këtyre akuzave të forta nuk pati asnjë reagim nga përfaqësuesit e Bashkisë së Shkodrës, duke e vijuar mbledhjen normalisht nga ku u kaluan të gjitha pikat e rendit të ditës. Nuk munguan as shëndrimet e këshilltarëve për bursat e studentëve, ku sipas tyre Ministria e Arsimit ka miratuar një numër të papërfillshëm, apo dhe për çështje të tjera. Këtë vit ajo që tërhoqi vëmendjen është fakti se në këtë mbledhje të fundit të vitit 2014 nuk u diskutua buxheti i ri dhe orientimi që do të ketë. Siç duket, administrata e bashkisë nuk arriti të mbyll punën për hartimin e paketës fiskale dhe buxhetit të ri, çka është bërë shkaktare që çështja në fjalë të mos preket në këtë mbledhje.